vjetë, edhe i shkon lajmi e Ebu Bekrit, nuk ka qëllu në Medinë. Tha u bo hallako me modhe, brit me modhe, vaj i madh, njënën onë ju bëj ke hygjëm, tha Omeri me shpot, o thë ke kush thët u dek Muhamedi, o sallallahu alaihi wasallam, kom e dur, me dur teme, pa e myt nuk e lau. Atë shumë e kish përjeturën, alaihi salatu wassalam, atë shumë e ka ndasht. Kur hyni Ebu Bekri, tha i po, tha, do britshen, do kojshen, kënina Omeri britke me zotë mëdh, hyni tha në shpinë, në dhumen kur kishë ndru jetë Muhammed a.s. A dhume kur kishë ndru jetë ka qenë në të gruja e vetë e cila ka posë emrin Ajshe. Ajshe ka qenë e bia e Ebu Bekrit. Edhe hyni Muhammed a.s. Kur hyni e po të shtri Muhammed a.s. Të mbulum me qashafin e ti të bardhë. Tha Ebu Bekri kam put kër e kom pat shtri Muhammedin a.s. Shumë normal. Na 1437 vjetë, po mërzitëm që nuk e kemi këtu. Po jemi krenar që i bezojmë ati. Allahu na përshkot në gjennet. Sa fatë bardhe jemi që jena pjestar të me të ti. Atër tha e murra vetën, se burri duhet më kom burr. Edhe tha ju afrova, e shpilova ftyrën e ti të bekume. Kur e shpilova tha ftyrën e ti të bekume, e poshtë atë buzgjeshën Muhammedin a.s. Edhe i thash, i bukur ke qenë, kur ke qenë gjallë ti o Muhammed a.s. Edhe gjenazën e ki të bukur, ta ka jeshu Allah ftyrën. Edhe të dashurit e mi, atëherë tha, mu kujtu u tha që premtimi Allahut është sahi, se veç Allahu jetë gjallë. Sa do që i madh je, pa dek nuk bëhet, se ka dek Muhammedi a.s.